Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për të gjitha anvisat që na ndjekin, na shkruajnë, na telefonojnë, kemi receta të reja sot, kështu që vëmendje. Le të nisim me një kulaç fillim fare. Po kulaçi që tjetë akoma dhe me shishëm, por a nuk e do që të bëhet për shesh? Por thjesht unë ndaj receta më vete, pra kulaçi më vete dhe për sheshi më vete. Është një recetë dhe unë e kam quajtur është receta e mamas së verës. Gruaja përmetare, nëna përmetare që nuk jeton më, por që unë ju më larkë se djetë, unë i kisha bërë recetat e mia. Dhe në moment që më takon në rrugë dhe më thotë dëgjoj bana, unë e shoh që ju e bëni kulaçin, po i shtoni kostin, po i shtoni vezën, por nuk është ai kulaç që bëhej dikur. Dhe patjetër që unë jam dakord me të, sepse dikur buka bëhej që të mblidhe të gjithë pjesëtarët e familjes. Dhe familja nuk ishte 1 dhe 2 veta, po ishte 15, 20 veta. Dhe tani do shtonte masat e kostit dhe masat e vezit, patjetër që bëhej buka, pra bëhej me krip edhe sod. Dhe për hir të nënës së verës, patjetër që kjo recetë ja kushtoi të gjithë nënave që vërtet nuk jetojnë më. Por, siç e thotë edhe Niki, ato gjyshet mençurake, patjetër që e meritojnë që ne të sillim recetat e tyre. Recetat tona nuk janë asgjë përpara tyre, absolutisht jo. Pak përbërës dhe shumë shije. Marr, opa, mielli. Bëjmë të kulaçin po thua si dikur. Si dikur. Me aq pak përbërës, që më pas të bëjmë për sheshin dhe ta shijojmë. Pak përbërës dhe shumë dashuri. Dhe kur unë them dashuri, jo më kot them dashuri, sepse nëse ti do japësh dashuri do ta marrësh. Shtoj mielin. Mendoni se gjyshet kishin gramaturën, gramatura i tyre ishte dora edhe syri. Shtoj miell. E lë pak. Shtoj masën e kripës, masën e sodës. Sod dhe pak ujë të vakët. Do thoni ju ishte mielli i bardhë, as mielli i bardhë nuk ishte. Urdhëra. Soda jep atë shijen. Edhe aromën. Jep dhe aromën. Ne themi që gjithmonë pluri pjekës është për aromë. Soda është gjë tjetër. Ne i përzijmë se do akoma më tepër, do ta pjekim dhe do ta përdorim pastaj për pjesën tjetër. Pra një kulaç si dikur me pak përbërës, ujë, krip, sod, miell. Niki më vendos pak ujë të ftohtë sepse është i nxehtë. Edhe kur uji është i nxehtë, brumi gjithmonë lëshohet. Kur uji është i ftohtë, normalisht brumi del tepër i ngurtë. Pra duhet një ujë vakët. Kjo mati temperatura. Sa që duron gishti, i ftohtë për ta punuar. Filloj tani e punoj. E mirave është që gjithmonë lëreni pak brumin kur e punoni të aktivizohet. Ujin shtojeni avash dhe e mirave, unë them për shembull ujë sa të marr. Pse e them ujë sa të marr dhe nuk vendos asnjëherë sa mililitra ujë do? Sepse e thash, nëse është i ftohtë, brumi nuk do të punohet, nëse është i nxehtë shumë, sërish do t'i shtosh miell, shto miell vazhdimisht, sepse lëshohet kollaj. Po. Por duke i shtuar mielli, normalisht atë masën e sodës që ti e ke vendosur, nuk do të bëj efekt aq sa duhet. Nuk do të lëshoj atë aromën e duhur. Kur dikur, shtëpia mbushej plot me aromë gatimi. Sidomos me këto tradicionalet. Shtoj dhe pak, gjithmonë, në fund. Ne punojmë, por ndërkohë po shoh që tek fura ti e ke vendosur një të ngjashëm apo jo? Për të pjekur, sepse dua që të kem tamam rezultatin e duhur.
Nëse unë do të gatuaj kulaç për ta konsumuar vetë, normalisht do ta bëj brumin pak më të butë. Nëse dua për përshesh, do të jetë më i fortë. Normalisht, se lëngjet e përsheshit, për atë qëllimi kemi, që të na zbusin. Do thoni ju çfarë mielli? Ja, sot kemi zgjedhur super, Ola. Sot, unë e kam luksin, vërtet e kam luksin të përdor çfarë do lloj mielli që unë kam, për shembull. Edhe miellin që fryhet mund ta përdor, sepse e ka vet plurin pjekës. Por, përdoni miellin që është për të gjitha gatimet, edhe jeni më në rregull. Që është më i zakonshëm, më i kërkuari që e përdorin ambisat. Tani, laj pak duart. Të punohet përsëri mbi banak dhe nuk kam çfarë t'ju them nga përbërësit, sepse ju e ndoshët që ky është një kulaç i thjesht fare me ujë sod edhe krip, miellin që keni në shtëpi, e punoni mirë dhe vendosni për t'u pjekur në temperaturën 200 gradë Celsius, që kemi vendosur ne, edhe pak minuta duhet jetë gati. Për ta përdorur më pas në. Unë e hoqa sepse nuk më lejon të punoj mirë dhe ta zë brumin mirë. Brumi i duhur është ai brum që të gjithë enën e pastron kur ne e zëm. Por mua nuk më ndihmon se më lëviz nga bango, që kështu e punoj. Pra thash, më duhet një brum i fortë. Për të mos ngjitur duart, nuk më duhet më ujë, pra kaq është ujë që... Edhe shohim që brumi nuk ngjit fare tani. Është ai që do që thjesht të marrë atë strukturën e qartë, lëmuar, dhe për të pushuar pak dhe për t'u pjekur. Tani. Pra ne nisim me kulaçin dhe do të tregojmë pastaj se me çfarë vazhdojmë. Unë nuk shtoj vaj, por duart i bëjmë me vaj. Sepse të ndihmon që ta më ndihmon që unë mos të shtoj më ujë. Brumi mos më ngjitet ndër duar, por brumi do ngjitet në duar nëse është i butë. Derisa brumi të pastroj enën ose sipërfaqen e tryezës ku unë punoj. Kjo është masa që mua më duhet. Patjetër që duhet ta lë që të vi. Ja ta lëm tek taliera. Ja. Do ta punoj sërish të. Shtoj. Brum. Mia, thash brum, Dhe pjesën sipërfaqen e sipërme vendos miell. Gjë që nuk më lejon që brumi të zërkore, nëse unë nuk do t'i vendos sipër një tas apo çfarë them unë, ose pelikola, pra vetëm shtresa e miellit merr thith lagështirën dhe nuk bëhet me ato si puna koreve të verdha. Kaq ishte për... Shiko, ne e lëm që të vi, e lëm këtë minjanë në një pjesë tjetër. Të që pushoj, se... Dhe... Nuk është të presim që të vi shumë, po thjesht e lëm që të qetësohet. Pushoj, ndërkohë, tek fura do të tregojmë pastaj të përfunduar të pjekur, gjë që është bërë më herë dhe ju e kuptuat këtë. Dhe shkoj tek kulaçi. Ja, është bërë fantastik, ka marrë ngjyrën e duhur, është flyrë dhe është jo vetëm për këtë përsheshim, por e di çfarë do ajo. Do një copë djath dhe... Tani, pardon, që shkoj të marr një pecet. Ja, pra, ka kulluar dhe ka kulluar mirë. Thjesht duhet të ftohet pak që ne ta përdorim, ta bëjmë përshesh,